Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, jemi në një muaj i cili quhet Dhul Qi'da, një muaj i cili është nga muajt e shenjtë të Allahut Azza wa Jall. Është quajtur ky muaj Dhul Qi'da shkaku se arabët në momentin që ata kishin luftra, kur vinte muaj i Dhul Qi'das, ata i linin armët, bënin armë pushim dhe është quajtur pra Dhul Qi'da nga ky rast. Dhe pse e bënin këtë? E bënin se ishte muaj i shenjtë ku haxhilerët u përgatitnin për të udhëtuar në Kabe për ta kryer obligimin e madh të Islamit i cili është haxhi, dhe ata e braktisnin, do të thot luftën, dhe është quajtur Dhul Qi'da. Allahu Azza wa Jalla në surën Tobe thot: Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha 4 hurum dhalika ad-din al-qayyim. Allahu Azza wa Jalla thot: muajt e numëruara të Allahut Azza wa Jall janë 12. Prej tyre Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur 4 muaj të shenjtë. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, prej ditës kur Allahu Azza wa Jall i krijoi qiejt dhe tokën, dhalika ad-din al-qayyim, dhe tha Allahu Azza wa Jall, kjo është feja e drejtë, kjo është feja e përqendruar. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadith tha: Allahu Azza wa Jall e ka krijuar këtë kohë e cila sillet në veten e saj, dhe vjen koha që 12 muaj janë të numëruara, dhe prej tyre janë 4 të shenjta, 3 janë të lidhura njëra pas tjetrës, dhe tha është Dhul Qi'da, pastaj tha është Dhul Hijja, pastaj tha është Muharram, pastaj tha është Ar-Rajab al-Mudar bejnë Jumada o Shaban, pastaj është një muaj i cili është i ndam që vjen në mes muajit Jumada dhe mes muajit Shaban. Allahu Azza wa Jalla na mëson në librin e tij, po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, se Allahu Azza wa Jalla nga urtësia e tij, nga hikmeti i tij, i ka privilegjuar disa kohë, i ka veçuar disa vende, i ka privilegjuar dhe disa krijesa, dhe ju ka dhënë atyre shumë vlerë të madhe, dhe nëse besimtari i përpikt në këta muaj, në këta kohë, në këta vende, fiton shpërblimin e madh te Allahu Azza wa Jall. E nëse nuk i përfill këta muaj, atëherë kjo është nga dobësia e imanit, sepse Allahu Azza wa Jall tha se kjo min sha'airillah, janë nga simbolet e Allahut. Fa innaha min taqwa al-qulub, ai i cili i përfill këta dispozita të Allahut Azza wa Jall është nga zemra e cila është e devotshme, nga besimtari i devotshëm. Allahu Azza wa Jall i krijoi krijesat, në mesin e krijesave të melekëve i privilegjoi, në mesin e tyre i zgjidhi disa i boni kiramen katibin që i shkruajnë shpërblimet dhe i shkruajnë mëkatet. Prej tyre e bëri Israfilin, i cili është përgjegjës për shiun edhe për shumë çështje, po ashtu melekul mautin për marrjen e shpirtit, dhe zgjidhi Xhibril alayhis salam, i cili është meleku, zotëria i melekëve, i cili e zbret shpallën e Allahut, sekretin e Allahut në tokë, pa i zgjidhi melek, dhe në mesin e tyre i përzgjedhi disa krijesa, dhe prej tyre përzgjedhi kanë Xhibril alayhis salam, ashtu sikur njerëzit i përzgjedhin tokë, në mesin e njerëzve përzgjedhi pejgamber, në mesin e pejgamberëve bëri rasul dhe bëri nebi, të cilët janë nebi pejgamber pa libër, po është rasul i cili është pejgamber dhe me libër, në mesin e këtyre rasulve dhe nebive i zgjedhi 5 pejgamber, të cilët janë ulul azm, të janë 5 pejgamber të privilegjuar: Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isau dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte zotëria i të gjithë bijve të Ademit alayhi salatu wassalam. Po ashtu po zgjedhi Allahu Azza wa Jall nga vendet që zgjedhi Mekën, e zgjedhi Medinën, e zgjedhi Kutsin, në mesin e këtyre përzgjodhi Qabën, e cila vetë e quajti Beitul Haram, shtëpia e shenjtë, Qabja e Allahut Azza wa Jall, vendi më i privilegjuar, më i veçuar dhe me shpërblim shumë të madh. Po ashtu nga kohët Allahu Azza wa Jall zgjedhi, nga viti zgjedhi një muaj i cili është muaji Ramazanit,
e zgjidhi një ditë të javës që është ditë e xumos, e zgjidhi ditën e Arafatit, e zgjidhi ditën e madhe cila është dita e Kurban Bayramit, e zgjidhi ditën e Ashurës, prap i privilegjoi të ditë, ashtu siç i privilegjoi këta 4 muaj dhe në mesin e këtyre 4 muaj që jemi në muajin Dhul-Qa'da. Dhe nga specifikat e këtij muaji Dhul-Qa'da është njëra nga ta që Allahu Azza wa Jall pejgamberin e madh Musa alayhis salam kur e thriti Allahu Azza wa Jall dhe e bëri një takim me Musa alayhis salam dhe t'ja jep Teuratin dhe e thiri me një vend i cili është Gjebelu Tur, i cili është që Allahu Azza wa Jall i ka privilegju dhe i ka dhënë vlerë ati vendit. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wa wa'adna Musa 30 lejleten wa atmamnaha bi'10 fatamma miqatu rabbih 40 lejlen." Allahu Azza wa Jall tha, e bëra një takim me Musa alayhis salam 30 net, pastaj ja shtuam edhe 10 net për t'u plotësuar 40 net takimi me Allahun. Ata 30 net ishin netët e Dhul-Qa'dës këtij muaji që jemi ne. Pastaj do t'ja bashkangjitëm dhe 10 të tjera, të cilat janë 10 ditët e Dhul-Hijjës, për të treguar madhështinë dhe Allahu Azza wa Jall ja zbriti Teuratin komplet Musaut alayhis salam, i shkruar nga Allahu Azza wa Jall në Turi Sinin në këtë muaj i cili është Dhul-Qa'da. Po ashtu Ibrahimi alayhis salam me Ismailin alayhis salam kur e rindërtuan Ka'bën ishte në muajin Dhul-Qa'da, pasi që e rindërtuan Ka'bën, fa edhin fil nasi ya'tuka rijalan, fa thiri njerëzit për në haç kanë me të ardhë min kulli damirin o min kulli fejgjin amik, kanë me të ardhë nga çdo vend, nga çdo cep i botës për t'ju përgjigj të ftesës, e kjo ishte në muajin e cila është Dhul-Qa'da. Po ashtu vëllezër të nderuar, Dhul-Qa'da ishte e dalluar edhe tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Keni ndëgjuar dhe keni lexuar që Muhamedi alayhi salatu wassalam në jetën e tij ka bërë vetëm se 4 umre. Të gjitha këta umre të që i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka bërë në muajin Dhul-Qa'da. Edhe umren e parë, e cila u nish për në Ka'bë Muhamedi alayhi salatu wassalam, që e privuan me kasit dhe aty u arrit një kontratë, e cila është kontrata e Hudejbijës, që i thanë pejgamberit alayhi salatu wassalam do ta bëjnë një kontratë 10 vjeçare dhe nuk ke mundësi ta bësh si 10 umrën, do ta bësh në vitin e ardhshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur erdhi viti i ardhshëm, përsëri e bëri umrën në muajin Dhul-Qa'da. Vetëm se një umre që e bëri me haxhin Lam Tumirës, e cila ishte Hajjul Qiran, që e mori kurbanin Muhamedi alayhi salatu wassalam me veten e tij, atëherë e ngjiti haxhin me umrën, e bëri haxhin Lam Tumirës, kurse 4 umre që i ka veçuar Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka veçuar në këtë muaj i cili është muaj Dhul-Qa'da. Allahu Azza wa Jalla thot: "Dhalika ad-dinul qayyim", kjo është feja e drejtë, dhe tha në fund: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", mos i bëni padrejtësi vetit tuaj në këtë muaj. Jo që gjunohi dhe padrejtësia jashtë këtyre muajve është e lejuar. Gjunohi, harami, zullumi, tirania, edhe jashtë këtyre muajve është e madhe dhe është gjuna i madh. Mirë, po në këta muaj është edhe më i madh gjunohi nëse njeriu e kryen një mëkat në këta muaj të shenjtë, sepse vetë nga emri e shenjtë ka shenjtëri të madhe, është e veçuar, është e privilegjuar nga Allahu Azza wa Jall, dhe besimtari nëse i kryen ndonjë mëkat në këta muaj nuk është e barabartë sikur në muaj tjerë se shumë fishohet dënimi, po ashtu edhe ibadetet dhe adhurimet shumë fishohen në këtë muaj. Kjo është muaj i veçantë, mirë po nuk veçohet me ndonjë ibadet specifik. Mirë po, nëse njeriu në këtë muaj lexon Kur'an, ka shpërblimi shumë të madh. Nëse njeriu në këtë muaj jep sadaka, i shumë fishohet sadakaja në këtë muaj. Nëse njeriu bën dhikr, i shumë fishohet shpërblimi në peshorën e ditën e Kiametit, ai i cili bën dhikr në këtë muaj, edhe agjerim ai i cili agjeron, e ka shpërblimin e madh, është muaj i shenjtë i Allahut Azza wa Jall, po njëtën kohë nëse kryen ndonjë mëkat, gjunahi dhe mëkati shtohet shumë. Një nga të që është zullumi, Allah nuk e ka cek specifik një gjuna, pa e ka cek zullumin. Çka do të thonë zullum? Padrejtësi, zullumi, padrejtësia më e madhe është kur njeriu i bën rival dhe i bën shok Allahut Azza wa Jall, i cili e ka kriju,
i cili e ka furnizu, i cili është mbi këqyrës mbi të, dhe ai përsëri bën rival një zot tjetër, adhuron me Allahun. Për ata Allahu azza wa jalla në Kur'an çka tha? Inna shirka la dhulmun adhim. Vërtet shirku është një mëkat nga mëkatet e mëdha të Allahut azza wa jalla, që njeriu e ban kur e ban këtë mëkat që është mëkati i madh shirku, pastaj mëkati tjetër i cili e ban mëkatin ndaj vetes së tij. Çfarë mëkati ndaj vetes së tij? Njëra nga mëkatet e mëdha dhe që i ban zullum njeriu vetit vet është ai i cili e lën namazin. Pse? Sepse dietarët nuk kanë ndonjë një rrezik të madh që njeriu e rrezikon që del nga feja dhe të jetë në xhehenem për gjithmonë, është njëra lënja e namazit. E kjo është një padrejti më e madhe që ja bën vetes që ti e toleron veten tënde që ti je një zon xhehenemi nëse nuk e fal namazin. Për ata dhe tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, awwalu yawmin yus'alu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Puna e parë që do të pyetet robi në ditën e Kiametit do të jetë namazi. Kjo është një raporti yt me Zotin tënd që i bën padrejti vetes tënde. E dyta, zullumi më i madh që bëhet mes krijesave, se ka dy lloj zullume. Zullumi që i bëhet mes teje dhe Zotit dhe zullumi që bëhet mes teje dhe krijesave. Cili është zullumi më i madh? Një nga zullumet më të mëdha është vrasja. Që besimtarët për pak e për shumë e falin xhumajën, dalin prej xhumajës dhe vrahen. E kanë bërë gjakun nërmes veti sikurse pika e ujit, sikurse me dirt ujë. Allahu azza wa jalla thot, këtë shëntrit madhe që e ka qabja, edhe këtë shëntrit që i kanë këta muaj, me dirt një gjak muslimani është më e rëndë të Allahu se më e shkatru qabën. E për ata, atë që madhe sa është, thot ditën e Kiametit, pasi që të pytet atë zullum mes tij dhe Allahut, do t'jetë e dyta pyetje që do të pytet, do t'jetë ajo e cila mes gjatëve të njerëzive. Awwalu yawmin yus'alu yawm al-qiyamati ad-dima. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pyetja e parë që do të pyetet njeriu për zullumet mesin e njerëzve, do të jetë gjatët, vrasët të cilat bëhen mes muslimanëve. E nuk e di unë se çfarë shpirti ka ai person, dhe çfarë mendje ka ai person, dhe çfarë guximi ka ai person, t'ia merr duke i na shpirtin dhe ta pyet Allahu azza wa jall dhe ti thot në ditën e Kiametit, o robi jem t'ja marrë shpirtin, ktheja shpirtin robit, dhe nuk ka mundësi t'ja kthen. Dietar kanë thonë, aq mëkat i madh, sa që Zoti është kërcënu mbi këtë person me 4 kërcënime, me 4 minen mutahamiden, kush e mbyt një besimtar me qëllim, fa jazau jahannam, ai e ka dënimin e tij në xhehenem. Wa ghadiba Allahu alehim, Allah është i hidhur mbi ta. Wa la'anahu, dhe do të jetë mallkimi i Allahut mbi ta, do të jetë për gjithmonë xhenem, nuk ka këse kërcënimi për ndonjë mëkat, sikur që është mëkati i vrasjes. Allahu azza wa jall po e kërcënon me xhenem për gjithmonë, po thotë se mallkimi i Allahut është mbi atë personin, po thotë që hidhrimi i Allahut është mbi atë personin, dhe ai ka një dënim shumë të dhëmshëm. Ai ka një dënim shumë të dhëmshëm, ai cili e bën këtë kryen, dhe edhe ai që vret, edhe ai i vrami, ta di se këtë ditë e kanë dënimin shumë të madh. Nëse e vret pa të drejtë, ose vrahet ai, ose i vrami, këtë ditë e kanë mëkatin shumë të madh. Se tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha qatila al-mu'minani fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar, kur di musliman vrahen nërmes veti, edhe i vrami, edhe ai që është vrarë tu ditë janë në zjarr të xhenemit. I thanë, ja Rasulullah, ai që ka vrarë e dimi, po ki i vrami, tha ai ka qenë më i Zoti e ka vrarë këtë tjetrin. Të di kanë dalë me e vrarë njëri tjetrin, dhe kush është më i Zoti e vret, gjunajnë e kanë tu ditë njësoj. Ai që e vret një njeri, fe ke enne me katele nase gjemia, ai që e vret një njeri pa drejt, gjunaj ati është sikur me i vra këtë njerës në ruzën të kësor. E dini dita Ademit a.s. I cili njeri e vrajt i tjetrin, thot gjdo më katë që bohët, gjdo vrasin tokë, ati i shkon nga një pjesë e dënimit deri në ditën e Kiametit. O vllazni, nuk është kjo lojë. Nuk është kjo me lutë kanter. Problemi shumë trive sot janë të lutë kantera. Janë të lutë loja dhe mendojnë se kur dalin jashtë
mund me lutë kanterë dhe kështu live. Edhe me marë artire me vrojnë një qetërin, kanteri është e shki me banë ristart e këthen prablojën, ama në këtë dunjo nuk kthehet. Vdesën e shkonaj, e para Allah thot ka me dali vrami këtë gjak, edhe ka me kap për qafe, dhe ka mi thonë Allah të azuajel, ja rab isen men kateleni, o Zot, vete këtë se më ka vraki mua. Ska me lodhët me hijat në gjenet, me hinë gjenem, me adhëm gjunat, nëse kaki gjunat, me adhëm gjunat me ngarku, me amar se vapët, me gjunë zanë gjenemit, dhe me ka për qafe, dhe mës me elon, me vazhdu rrugën, me kalu orën i siratit, pa i thonë o Zot, pete ketë, pse më ka vra, pse më ka mbit mu, qëfar më katik me ardhë punat dhe me vra, qka do kohë mu konën, edhe pare mu konën, edhe biznis mu konën, edhe tokë mu konën, edhe shpi mu konën, qka mu konën, nuk krahasohet me gjehenemin, nuk është loj, nuk krahasohet ajo qka të hupish këtë dynjo, qka të hupish këtë dynjo, qka do kohë, zavënsohet, mirë po, nëse vratë shkon, sa njerëz janë vratë për megjet kanë megj, sot katunët janë botë zbrasta, njerëzit i kalzojnë rastet në për katune, janë vratë për 1 metre, për gjys metre, sot ato megjet kanë megj shkreta, sot kafsht hajvan të hecin, mirë po përgjësia dhe ato të vramit, a ju ka mbejt gjunahin ditën e kiametit. Dhe kjo dunjo ka mu shkatru, dhe shpijat ka mu shkatru, dhe toka ka mu shkatru, dhe çdo sen ka mu shkatru, dhe qielli ka mu shkatru, toka ka mu shkatru, mirë po mëkatët kanë me mbet, nëse nuk pendohet ka me pas përgjësit madhe të Allah azza wa jall. Të dhe ta vlimu filme në pusekum, mos i bëni pa dresi njëri tjetrit në këto muaj, se janë muaj të shenjta, ta vetë disojmë vetin tonë, pendohemi tek Allahu azza wa jall, premesojmë raportet me Allahun, pastaj ti premesojmë raportet mes njerëzive, të bëhemi mësimtar të drejtë, sepse shpërblimin e ketë Allahu azza wa jall, jeta është shumë e shkurtë. Nuk e dini nesër a jemi gjallë, nuk e dini javën tjetër a jemi gjallë, premesojmë me Allahun, të zënë ti vdeka me pendim, ta kalojsh këtë jetën me mirësi nuk ka vëllai. Gjë më të mirë se ta kalojsh jetën duke qenë razinë Allahut, duke qenë me besim, me iman, me sjellje, me moral, duke i buzëqesh çdo njerit, duke i ndihmuar çdo njerit, duke i larguar çdo breng, vallahi kimë pas jetën lumtur në këtë botë dhe kimë pas shpërblimin të madh tek Allahu azza wa jall. Elusa Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall të na permision rinjen tonë, na permision neve të na bën besimtar të drejtë, besimtar të mirë, derisa t'jemi të kënaqur me Allahun dhe Allah t'jetë i kënaqur me neve, të pendohemi sinqerisht tek Allahu azza wa jall. Allahumma amin.